është ai avantash. Po e them dhe unë këtë gjë, e di për Greta, e di. Nuk më ngel hatri. E di dhe të kuptoj dhe them. Unë po them si lojtare, i bie që ajo nuk do ta fitoj për vete. Po çfarë do fitoj Juela? Hoqi çdo lloj ambicie vetë saj. Ajo hoqi ambicie për finalen, me atë gjë që bëri, jo më. Mund të lironte një vend realisht për fazat e larta shumë. Këtë po them. Sikurse bëri Dalia Kristit. Ajo hoqi ambicien për finale. O Senaldo, këtu kur heq të preferuarit, automatikisht ti që ke më shumë kohë këtu brenda, fiton terren, sigurisht. Sikur e zëna të vendit. Sigurisht, Greta, sigurisht. Po diet pra, po tani mos si jemi kaq out. Për personazhet që këtu brenda janë njerëz, është më vështirë ta tregojnë vetëm, por dikur e tregojnë dhe dikur vlerësohen jashtë. Këtu koha është gjithçka për njerëzit që janë që luajnë pa hipokrizi. Po themi që qëndrojnë në shtëpi. Që secili do dali javë pas jave, po, ama që të jetë lumtur, pse më ndau mu nga Selina dhe të ndash, domethënë ne të dyja bashkë me Gimbon, më duket se e pyeta. Cila është arritja e jote më e madhe në këtë kuti pandore? Të largoj ty nga shtëpia. Që nuk nominoj vetëm. Të largoj ty nga shtëpia. Juela thashën, ambicia më e madhe e jotja në Big Brother, me kutinë e Pandorës, kupton se ti nga jo ti duhet ta katapultosh veten sa më lart. Kaq mendo ti për Gretën, unë e di që ajo më sheh më lart se sa është ajo vetë. Unë e di që ajo më mendon më të fortë. Prisim vetëm një tek sekond. Ku do ish? Trego këtu ose... U kry çdo sen. Hajde zoti e pranoft. Se është po, është një gjë që nuk e ashtu, se nuk e... Që do të thot, ora tani rreth... Nuk i dihet. 5:30. Jo, ora 8. Çfarë thon? Po. 7. 8. 6. Është 8 ora. Hajde. 8 cafën. 8 pagës. Jo, qa djelë s'ka, dhe shpisa fuzi kot. Ka, së shefë? Veç ka ish mendoj jo në djem. Arritja ime më e madhe dhe isha të mendoja për karrierën time, edhe të shikoj vetën sa më lartë dhe sa më largë. Po, jo të gjithë e kanë këtë... You never know, që ndodhë, me thënë drejta. Nuk e di pse kam një lloj përshtypje që do prishët. Cila? Kjo? Televotimi, Pandore. Edhe sikur të dalë dikush nga banorët, nuk prishet. Nuk prishet. Sepse është televotim Pandore, do dalin dy veta për një. Me gjitha të janë të balanca, ose të që... Unë i thash Juelis këtë mbrëm. I thash Juelis tash, me që bëre këtë tani, i thash... Nuk ta them me zë të lartë, ti e kupton që jetë të balanca këtu s'mund të prishem. Nësa Alessio del... Nuk del Alessio. Thjesht po e bëm pak sa për të... Jo, se. Nuk është nga ata që bënë. Jo. Kështu thamë për Nestor. Po unë që e njëja... Ta them unë, Alessio ka kaq ditë la që vojë dhe në dore do të... Nuk qenë do të karare Alessio të për nësë. Bon më tha unë lodha, thënë, posicioni e njofë dhe tipin Alessios. Jo, nuk ri Alessio. Nuk e di pse kam halë, dhe me thënë... Vëlla, unë kam ardhur brenda dhe kam sakrifikuar jetën time në Gjermani për qenë këtu. Unë ba punën vjetë për këtë program. Dhe nuk e marrë dot, nuk mundem do të gjykoj me standardin e do iki se nuk rritot me këta. Edhe pse kam qenë gati, e di, unë kam qenë limite këtu. Ndesh, kam. E di si isha unë mbas filatës, isha kështu dhe qa po bëj. Pse? Jeta është e fort, ta njëri duhet të përballet. Pse? Shumë arsye pse? Të përballet, dhe dikur ajo që vlen të ty del duket ardit. Duket e tëra. Çdo gjë e mirë brenda teje këtu brenda dikur do duket. Po çfarë të mundon? Po absolutisht të burr. Pranë është ai, do kohë, jepi kohë. Jepi kohë, s'ke nevojë të jesh, unë e thash, edhe dje. Nuk ke nevojë me lujt, me u bë ti i shëmtuar. Luj me shëmtinë e këtyre. Fare, zero. Luj me shëmtinë këtu, shëmtia është në bollok, s'ke ku ta çosh. Po pse the mbas filatës që çfarë po bëj? Po ndjeja një thash për çfarë? Ngarkesë. Reagimi mirit. Mos respekt. Ajo si ti ke bërë një punë të shkëlqyer të gjë, ta kam thënë disa herë, ishte shkëlqyer gjë. Jo, super mirë da. Ishte shumë arrita dora Roberti zap, jo. Është tip edukat, mo. Plus që kam hallin e si me më e jashtë, prapë gjëra të tjera. Sa është
ka problemet e vetë. E tjerë di të gjithë, por... Se di ku e kam thënë, a e kam thënë së nalë dhe a thash aty, kur po bënim rrëfime, është hera e parë pas 3-4 vitesh që unë po mendoj për vetëm. Është hera e parë, realisht është hera e parë që unë po bëj diçka për vetëm, për arditën. Sepse kam qenë totalisht i fokusuar tek familja, që ka qenë periudhë shumë e vështirë. Totalisht i fokusuar jo më shumë te puna se sa tek se duhet bëj diçka, duhet të ngrihem, dua të bëj diçka. Dhe kur kemë kur s'të vjen, po kot të thonë jepi kohë gjës, domethënë, jo çdo gjë ndodh kot. Eksakt. Në çdo gjë për njerëz. Eksakt.